Këshilla të vyera nga Imam Sayyid Ali Khamenei rreth muajit të Ramazanit. Të dashurit e mi, Kurani familart është një nga ato tryeza të muajit të begat të Ramazanit. Sa më shumë të përfitoni nga kjo tryezë, aq më e fortë do të jetë struktura juaj morale dhe do të jeni në gjendje të përballoni vështirësitë në rrugën e përsosmërisë dhe të lartësisë. Si rrjedhim, lumturia do të jetë më afër jush. Shumica fatkeqësive e ummetit islam vjen nga largimi prej Kuranit. Ai nuk është libër për lexim në përqoshe, por është libër për veprim, njohje dhe dituri. Kurani duhet të pasqyrohet në veprime, në sjelljen, në moralin ton, gjatë gjithë jetës që kemi në këtë botë.